Në intervistën me FIFA në Strakosha u shpreh se asnjëherë nuk ka menduar të luajë për një përfaqësuese tjetër. Kujtojmë se portieri i kombëtares lindi në Afinë, ndërsa mbajti veshur vetëm fanellën kuqezi që nga ekipet e mashave. Kjo gjysmëfinale kundër Polonisë mund të jetë hapi i parë drejt përmbushjes së ëndrrës suaj. Çfarë po ju kalon në përmendje tani? Të them të drejtën, isha në humor edhe para se të fillonte kjo ndeshje. Nuk është vetëm një gjysmëfinale për ne, është një finale. Është një ndeshje e madhe, pasi kemi mundësinë të bëjmë histori për Shqipërinë dhe kombin në tërësi. Të luajmë për vendin tonë në një kupë bote, veçanërisht në Amerikë ku jetojnë kaq shumë shqiptar, do të ishte një ëndër jo vetëm për mua, por për të gjithë të përfshirët. Midis Polonisë, Suedisë dhe Ukrainës, ju jeni e vetmja skuadër në rrugën tuaj që nuk ka marrë pjesë kurrë më parë në një kupë bote. A do ta bëj më të lehtë mendërisht për ju hyrja si të dobët? Të jemi sinqert, po, ne jemi të jo favoritët dhe historia e vërteton këtë. Por ne besojmë se kemi atë që duhet. Nuk është rastësi që kemi arritur deri këtu. Ne meritojmë të jemi këtu. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se Polonia, në krahasim, renditet më lart në renditje se ne, por premton të jetë një ndeshje konkurruese. Për sa